Gjykatësia që dënoi Marine Le Pen me burg dhe ndaloi atë të bëjë presidentja e re franceze, është marrë në mbrojtje nga rojet armatosura të policisë pas kërcënimeve personale të shprehura qartë. Mbështetësit e së djathtës ekstreme të politikanes 56 vjeçare besohet se kanë shënjestruar gjyqtaren 63 vjeçare Benedict Deperthius. Një burim policor i tha Le Parisien se gjyqtarja Deperthius kishte marrë një numër të madh mesazhesh që përmbanin kërcënime personale të shprehura qartë. Gazeta shtoi se rezultat prania e policisë është shtuar pranë shtëpisë së saj. 2 gjyqtarët e tjerë që përbënin një urim profesionale në gjykatën korrektuese të Parisit janë kërcënuar gjithashtu, tha burimi. Ndërkohë Le Pen ishte e parmbrëm duke darkuar në një dhomë private lart në restorantin Laurent në Paris, skenë e festimeve famkeqe të 50 vjetorit të Kate Moss disa vjet më parë. Politikania dhe më shumë se 20 zyrtar të tjerë partijak u shpallën fajtor të hënën për vjedhjen e parave të taksapaguesve në vlerë prej miliona poundësh nga taksapaguesit evropian. Ata e bën këtë për të paktën një dekadë, ndërsa ishin deputet që punonin në Parlamentin Evropian në Bruksel dhe Strasburg. Në vend që t'i shpenzonin parat për rolet e tyre evropiane, ata i përdorën ato për të financuar tubimin kombëtar në Paris.